është kënaqësi sot që në ambientet e odës ekonomike po hapëm për herë të parë takimin e forumit të sektorit privat. Një platformë e cila është themelu me qëllim të ofrimit të qasjes të drejt për drejt në diskutimin dhe propozimet e iniciativave të sektorit privat. Sot jemi këtu me një mendim optimist, pasi që vendi ynë tashmë ka themelu institucionet e reja, që në kupton të pastrit institucionit e vendit fuqi plot, është lajmi më i mirë që na është dashur në këtë moment për të ecur përpara. Ne si forum presim dhe i mirëpresim përkrajen e qeverisë në zhvillimin e politikave ekonomike që ndihmojnë drejt për drejt biznesin. Dhe jemi këtu për të konfirmuar se ne jemi maksimalisht të interesuar që të jemi partner bashkëpunues për të mirën e zhvillimit ekonomik të vendit me gjithë ekspertizën tonë dhe mundësitë që i kemi. Duhet theksu se fuqizimi i ekonomisë kosovare dhe stabiliteti ynë politiko-juridik janë çelësi për zgjerimin e investimeve të brendshme dhe për tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Ky është një momentum dhe mundësi jonë më e mirë që mund ta kemi në këtë moment dhe më forta në arenën ndërkombëtare për shfrytzu që të kemi sa më shumë mundësi për zhvillim ekonomik dhe të konsolidimit tutje të shtetit të Kosovës. Megjithatë, jemi dëshmitar i avancimeve në reformat e vendeve të rajonit, të Ballkanit Perëndimor dhe të kërkesave të Bashkimit Evropian, që po ashtu janë edhe një lëvizje dhe trend i ri në tregun botror. Dhe jemi të vetëdijshëm se për të qenë pjesë e këtij trendi, është e pamundur të arrijmë suksesin pa përkrajen e duhur të qeverisë dhe diplomacisë ekonomike, por edhe pa bashkërendimin e hapave dhe bashkëpunimin me të gjithë miqtë tanë ndërkombëtar të shteteve mike, të cilët janë pjesë e historisë së suksesit të shtetit tonë të Kosovës. Andaj, ne kemi nevojë që me institucionet tona, përmes një dialogu transparent, sinqert, publiko-privat, të shërbejmë si forum, si urlidhse për bizneset tona me tregjet e jashtme, duke krijuar lehtësi që produktet dhe shërbimet tona të arrisin vëllimin e eksportit dhe të jenë konkurrues kudo në botë. Ky forum, në këtë format të platformës, bashkon disa nga organizatat më rëndësishme të biznesit në Kosovë, që shfrytëzoj rastin t'i falenderoj një nga një për vullnetin dhe për iniciativën që të mbledhni së bashku, që në emër të sektorit privat të koordinohemi për të mirën e zhvillimit ekonomik të vendit me institucionet tona, këtë rast qeverinë, kuvendin, po pse jo dhe presidencën për pjesën e kompetencave të saj, dhe me gjithë miqtë ndërkombëtar për një ambient sa më miqësor të bërit biznes në Kosovë. Ne do të jemi shumë kërkues ndaj institucioneve të vendit për politika të mira zhvillimore. Do të jemi partner bashkëpunues në zhvillimin, por në zbatimin e politikave që kanë për qëllim zhvillimin ekonomik të vendit. Gjatë këtij takimi sot ne do diskutojmë hapur për sfidat që kemi pas gjatë vitit 2025, po do shpalosim edhe kërkesat për vitin 2026. Forumi ynë, i cili shërben si një platformë e përhershëm për dialog dhe ndikim pozitiv institucional, synon që t'jetë zë i përbashkët i bizneset para autoriteteve legislative dhe ekzekutive të Republikës së Kosovës. Ky forum, i cili përbën nga komuniteti i biznesit, ka për qëllim që të ftojë edhe ekspertë të pavarur për çështje konkrete, staf akademik nga universitetet publike dhe private, si dhe sipas kërkesave, po ashtu të vazhdoj për avokim dhe afrimin e rekomandime konkrete para institucioneve vendore. Ne jemi të vendosur që përmes këtij bashkëpunimi të ngushtë me institucionet, të krijojmë një ambient sa më miqësor të bërit biznes, ku çdo biznes, qoftë vendor apo i huaj, të ndihet i sigurt dhe i mbështetur. Edhe një herë ju falenderoj shumë të gjithë juve për praninë, le dhe shërbej këtë takim si një pikë these drejt bashkëpunimit të frytshëm nga perspektiva e sektorit privat për të mirën e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Na prift e mbara. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Unë vetëm përgëzoj kryetarin për iniciativën dhe
të gjitha ata që na janë bashkuar këtij forumi. Është një iniciativë shumë e mirë dhe shpresojmë që zëri i on, zëri i biznesit do të dëgjohet, për shkak se është një thënie, ne i kemi punët mirë atëherë kur ekonomia është mirë, atëherë kur bizneset i kanë punët mirë. Kështu që shpresojmë që kjo iniciativë, ky bashkëpunim do të sjellë rezultate për bizneset në Kosovë. Faleminderit nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi me qenë sot me juve këtu, edhe me nis takimin e parë, kur në dhjetor e kemi diskutuar krijimin e këtij forumi. Qëllimi ka qenë që ta ndihmojmë sektorin privat, që zëri i tyre të jetë sa më i ndëgjuar, të jetë sa më pranë institucioneve dhe në këtë mënyrë të kontribuojmë në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik të vendit, në zhvillimin e sektorit privat, në zhvillimin e fuqisë punëtore të Kosovës, në zvoglimin e presioneve të ndryshme ekonomike të cilat munden me pas qytetarët e Kosovës dhe t'i mbajmë ata në Kosovë si një fuqi e kualifikuar e cila ka me kontribu bashkërisht në zhvillimin e vendit. Jemi të lumtur që do të fillojmë këtë takim dhe këtë seri të takimeve edhe në të ardhmen, ku do t'i adresojmë këto sfida, do të dalim me rekomandime të përbashkëta, të gjitha në qëllim të krijimit të një klime sa më të mirë të bërit biznes në Kosovë, të rjekjes të investitorëve të huaj në Kosovë dhe në këtë mënyrë të zhvillimit të gjithëmbashëm ekonomik dhe social të vendit tonë. Faleminderit. Pas një periudhë bukur të lashëm që kemi pas një 6-7 muaj gati me kolegët tonë nga ambasada franceze, javës kaluar, tash nuk do flas një kohë gjatë, se jemi lodh bukur Federik. Megjithatë shfrytëzojmë mundësinë ta them edhe mendimin tonë, ta shpreh mendimin tonë si këshill i investitorëve evropianë në vendin tonë. Qëndrimi jonë është shumë i prerë, neve kemi nevojë të bashkëpunojmë edhe me sektorin privat, po edhe me institucionet e Republikës sonë vendit tonë dashur. Me institucionet shtetërore kemi nevojë të bëjmë politikë për njëri tjetrin dhe jo me njëri tjetrin. Ky është qëndrimi jonë i përbashkët, kjo është maksima që do të na udhëheqë dhe në frymën e këtij forumi, në pjesë e këtij forumi si këshill do të mundohemi që të veprojmë në këtë frymë. Pra, me institucionet shtetërore të mënherë, do të bëjmë politikë për njëri tjetrin dhe jo me njëri tjetrin. Faleminderit. Ujtë është pavene e bizneseve, është pjesë e kësaj iniciative dhe mbështet këtë iniciativë duke pas parasysh që ekonomia e Kosovës, bizneset e Kosovës ka nevojë të përkrahen, të zhvillohen dhe të mbështeten nga të gjithë ne, nga qytetarët, nga politika dhe të ndërtohet një shpirt i ndërmarrësit dhe të mbështetet që të fuqizdohet dhe të jetë më i suksesshëm në hapat e reja që mendon për me ndikue, për mu zhvillue si biznes, po njëkohësisht me zhvillue ekonominë e vendit tonë. Ne e dim që ekonomia dhe të hyrat e vendit tonë varen shumë nga zhvillimi i biznesit, nga zhvillimi ekonomik, andaj ne do të jemi këtu, të sillim dhe përvojat tona slovene në Kosovë dhe të përdorëm këto për një zhvillim suksesshëm ekonomik. Besoj që do të jemi pjesë e përkrahjes gjithmonë dhe besoj që gjithë ata që kanë mundësi, që kanë dëshirë të kryqen në këtë proces dhe të ndihmojnë në zhvillimin e kësaj iniciative. Faleminderit shumë, sukses. Oda ekonomike kosovaro-turke është po një ashtu pjesë e forumit dhe ju falenderojmë për këtë iniciativë. Qëllimi jonë është të i ditë investimet turke në Kosovë, cilat janë dukshme, dhe interesimin e tyne që të bëjnë edhe më tepër investime në Kosovë, por duhet të krijohet një politikë e cila do të mundësoj investitorëve të ri që të vinë dhe investojnë në Kosovë. Ne jemi këtu që të propozojmë, japim propozime për investime në zona industriale teknoparqe apo zona bërit biznis, në mënyrë që të dim çka t'i ofrojmë investitorëve kur na pyesin se pse të investojnë në Kosovë. Potenciali për prodhim dhe eksport jashtë Kosovës, kryesisht në shtetet evropiane dhe Amerikë, është i madh për investitorët e Turqisë, kështu që
na do të mundohemi të japim maksimumin që të arrijmë qëllimin e rritjes së eksportit të shtetit tonë. Faleminderit. Edhe ne, si Oda Hotelerisë e Turizmit të Kosovës, e kemi përkrahur iniciativën dhe jemi pjesë e këtij forumi, do jemi me kënaqësi të them ashtu, për arsye se kjo na mundson që edhe ato kërkesa të artikulohen më mirë edhe të prezantohen më mirë tek institucionet si ato qendrore, po ashtu ato lokale. E mira e kësaj, me formimin e kësaj qeverie në këtë rast, është për biznesin ku unë e prezentoj, të thotë është se kemi formimin e Ministrisë Kulturës dhe Turizmit. Kështu që na jep mundësi që kërkesat tona të shtjellohen më mirë, të thotë edhe ndoshta edhe të arrijmë ato që ne dëshirojmë. Kemi, do thotë, ne këtë që ka shene për turizëm dhe në përgjithësi këtë zhvillim të turizmit në Kosovë është falë sektorit privat. Prandaj sektori privat është ajo baza e cila duhet mu lidhë, mu koordinu me politika shtetënore për mujtë që bëret biznes të jetë ma letë që destinacionet turistike edhe vetësi edhe Kosova si destinacion turistik të jetë ma i kërkueshëm për numrin më të madh të turistëve dëmtarme. Është një lajm i mirë që çdo vit kemi rritje të numrit të turistëve edhe përkundër kësaj këtyre problemeve që kemi, megjithatë kemi numrin të dy sillet prej 13 deri në 25% çdo vit kemi rritje të numrit të turistëve. Faleminderit shumë, kryetar. Dhe kërkesat që i kemi ndaj institucioneve për ta përmirësuar ambientin, për bërë reformë,